Me mysafiret e mi, që është zotri Bejtush Gashi, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Dhe Ardit Kika, kolegu jem, faleminderit. Zotri Gashi, si mendoni që do t'jetë aktgjykimi i sotëm, është kërkuar burgim i përjetshëm, mund të kemi një të tillë dhe në aspektin e sigurisë, çfarë do të thotë aktgjykimi i sotëm? Ky aktgjykim është me peshë juridike, politike dhe impakt në fushën e sigurisë. Me peshë juridike për faktin se jep një mesazh të qartë për gjithë ata që marrin guximin të cenojnë integritetin dhe funksionimin e shtetit ligjor, do të marrin përgjigjen adekuate. Pastaj ky proces ka qenë dhe do të jetë i monitoruar deri në përfundimin e tij dhe gjithë të akuzuarit të dalin para drejtësisë nga institucionet ndërkombëtare dhe institucionet tona do të fitojnë peshë të kredibilitet me këtë vendim duke siguruar fakte për të nxjerrë një vendim meritor dhe impakti politik në të njëjtën kohë do të ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë në uljen e tensioneve të gjithë qytetarëve në Republikën e Kosovës, të cilat në mënyrë ose tjetër kanë ndikuar dhe në mënyrë permanente përmes aktiviteteve dhe angazhimeve të subverzive nga jashtë, përmes formës së njohur luftë hibride ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë për destabilizimin e funksionimit të institucioneve të Kosovës. Në sektor të sigurisë gjithashtu tregojnë një kredibilitet se institucionet tona të sigurisë kanë gatishmëri dhe kapacitete që të përballen dhe të sjellin para drejtësisë gjithë ata që cenojnë funksionimin e shtetit ligjor dhe bin ndesh me ligjet pozitive në fuqinë e Republikën e Kosovës. Dhe a do t'jetë ky një standard i ri për atë që mund të ndodhë në veri për situata të ngjashme ky vendim i sotëm? Jo vetëm për rastin konkret, por edhe për raste të tjera të mundshme të përsëritshme, për faktin se ekzistojnë mundësi të tjera nëse i tërë grupi që është në numër 42, nëse nuk sillen para drejtësisë, deri tash Serbia nuk ka qenë e gatshme përkundër presionit edhe ndërkombëtar, qoftë NATO-s dhe Shteteve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që i kanë bërë presion politik dhe kërkesë Serbisë që të dorëzojë gjithë të akuzuarit për këtë rast para institucioneve drejtësisë, ajo është përgjegjë negativisht, përkundrazi ka shfaq në mënyrë të heshtur mbështetje për këtë strukturë duke shpallur edhe ditëzie për të vramet në rastin Banjska dhe pastaj të shohim vendimin e sotëm nëse ka arritë prokuria të sigurojë informacione nga institucionet tona të inteligjencës dhe bashkëpunimit ndërkombëtar për të faktuar involvimin e institucioneve të Serbisë në rastin konkret. Për faktin se ky ka qenë, nëse analizojmë në aspektin ushtarak, backgroundin nga cilin unë vi, ka qenë i organizuar ushtarakisht në mënyrë perfekte. Kjo strukturë është përgatitur në poligonet ushtarake në Serbi, ka pas komandant, hierarki komanduese, armatim gjithashtu luftarak dhe mbështetje logjistike, duke u pajisur edhe me harta dhe përcaktim drejt për drejt të skenarëve të lëvizjeve të këtij grupi. Megjithatë, reagimi profesional dhe i shpejt i policisë Kosovës në rastin konkret dhe fatmirësisht kemi arritur që në aspektin diplomatik të kemi mbështetje edhe në fazën e parë të angazhimit policisë Kosovës edhe mbështetje në institucionet ndërkombëtare për faktin se këtu nëse analizojmë me kujdes ka qenë edhe një lëshim i përgjegjësisë që ka misioni NATO-s në Kosovë përkatësisht misioni KFOR-it për ruajtjen e vijes kufitare. Dhe nëse është fut pa mbikëqyrjen dhe pa pengesën një kontingjent i tillë, përkundër asaj se në fazat e mëhershme, para se me ndodhë Banjska, ne kemi pas sinjale se mund të ketë zhvillime të këtij formati, nëse ju kujtohet, për herë të parë është ndërkombëtarizuar dhe është internacionalizuar edhe nga deputetja e Parlamentit Britanik, Kërst, ajo ka qenë e para, cila
ka informu dhe ka deklaru publikisht se futen në Republikën e Kosovës armatim nga Republika e Serbisë dhe i njëjti armatim vendoset dhe magazinohet në objekte strategjike që janë me interes në besimin këto fetar, rastin konkret edhe në Kisha dhe fatkeqësisht është zgjedhur ai objekt për dy arsye. Strategjikisht me pas impakt drejt për drejt në rrafshin ndërkombëtar se objektet fetare janë të mbrojtura me konventa ndërkombëtare dhe kanë një sensivitet jashtëzakonisht të jetë madh në rrafshin ndërkombëtar. Edhe teknik, sidomos. Edhe teknik, kështu që fatmirësisht nuk kanë arritur që të arsyetojnë këtë mbështetje dhe në fazën e parë nëse i kujtohet dikun saktësisht rreth orës 09 mëngjesit edhe Kisha Ortodokse është prononcuese nuk qëndron mbrapa këtij mbështetjes së këtij grupi. Për faktin se edhe pse ka qenë vonë, do thotë ajo nuk ka marrë asnjë masë që të pengohet ky grup që të stacionohet në atë objekt dhe nga objekt pastaj të zhvillon operacionet të cilat ka qenë e planifikuar të zhvilloj, fatbarësisht reagimi i shpejt dhe profesional, jo vetëm që e ka pengu, po e ka detyruar këtë grup që të tërhiqet mbrapsht në bazën e vet. Në ndërkohë, sot është përmendi zotri Gashi një gjykim shumë i rëndësishëm për krejt Kosovën, për sigurin, për çështje juridike, për çështje shtetërore, pra një precedent që mund të vihet për raste të ngjashme, sidomos kur e kemi veriun si e kemi ende. Nëse na tregon prej fillimit, i ke përcjellur gjitha seancat, zotri Gashi tha nuk e dia ka prokuroria mjaftueshëm fakte, a janë prezantuar mjaftueshëm fakte që ky akt gjykim sot të jetë burg i përjetshëm? Po, Raimonda, pra është me rëndësi të dihet se pra të gjithë janë respektu të gjitha të drejtat të akuzuarve në këtë proces dhe këtë kanë konfirmu edhe avokatët në fjalën përfundimtare. Prokuroria ka performuar shumë mirë dhe në përshtypjen time ka qenë shumë më mirë se sa mbrojtja. Ka prova për përfshirjen e tyre në bazë të përshtypjes time dhe provë një ndër indikacionet që ne i vrejmë duke u nisur prej akta akuzës është se Spasojevici, Blagoje Spasojevici, akuzuari i parë që është në këtë gjykim, ka nisur të flasë në polici për ngjarjen se si është nisur nga territori i Serbisë në drejtim të Kosovës si pjesë e grupit të armatosur. Mirë po, kjo deklarat nuk është e përdorshme për qëllimet e procedurës penale, nuk mund të përdoret për ta dënuar Spasojevicin, me që nuk është dhënë në prezencë të avokatit të tij. Ndërsa kur ka ardhur avokati i tij, ai është, me sa më kujtohet, është mbrojtur në heshtje. Po ashtu, Spasojevici është zënë me armë, kjo është i pari. I dyti është Vladimir Tolici, po. Edhe ai ka pasur armë afër, ka pasur po ashtu gjurmë të barutit në rrobat e tij dhe çfarë është shumë e rëndësi është se ai emri i tij figuron në emrin në listat e personave që kanë marrë armë të kalibrave të rëndë nga ushtria serbe, sepse janë emrat e shkruara, ai figuron në rendin e dytë me numër 6, emri i tij i shkruar me alfabet cirilik është aty, e po ashtu ka edhe mesazhe inkriminuese që ku ka shkruar pra me të dashurën e tij dhe e ka pyetur e dashura se çfarë po bëni, ai është përgjigjur pra në kohën për afërsisht afër nisjes së sulmit, po presim në kuptimin që po presim urdhrat se si do të vazhdojmë më tej. Ndërsa për Maksimovicin, sipas prokurorisë, ka çuar mesazh në një grup ku ka shkruar mesazhin kur do t'i mbushim shtyllat. Kjo duhet shpjeguar më tej, sepse
e kemi pasur një provë të tillë edhe te sulmi terrorist në KKZ në 2022-ën, që t'ja u kujtojmë audiencës, është sulmuar nga një grup, objekti kryesor i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Veri, dhe një bisedë e të akuzuarve që kanë qenë aty, që e kanë sulmuar me shok bomba, me granata dore, ka qenë kur do t'i mbushim shtyllat, që është gjuhë e koduar dhe tregon një sofistikem të caktuar. Ajo çka është shumë me rëndësi që do ta shtoja këtu është se prokuroria deri tash ka arritur ta vërtetoj që kemi të bëjmë së pari me sulm terrorist. Edhe mbrojtja është përpjekur që ta paraqes këtë si kryengritje, jo domosdo duke i bërë favor të akuzuarve, por duke përpjekur të paktën që ta paraqes një narrativ alternative për ngjarjen, por është vërtetuar se pra të akuzuarit kanë qenë pjesë e bisedave dhe pjesë e atyre takimeve ku ka folur edhe Radoj Qiqi dhe e ka paralajmëruar edhe presidentin e Serbisë Vučićin se herën e ardhshme do të shkojmë deri në fund, në kuptimin që herën e ardhshme do të sulmojmë me armë. Pra, Serbia ka qenë edhe paralajmëruar edhe e kyçur në këtë sulm dhe ka pasur paralajmërime edhe më herët në kuptimin që vazhdimisht gjatë vitit 2023 kemi pasur ato grafitet kur Serbia të vinë në Kosovë, edhe pas sulmit e dim që afër kufirit me Kosovën është vendosur një numër i madh i forcave të ushtrisë serbe që u desh edhe zëdhënësi i Pentagonit t'i thoshte Serbisë që t'i largonte ato, sepse ishte një eskalim i madh. Përshtypja ime është se prova ka, ndërsa sa i përket dënimeve, kemi pasur dënime ndryshe për kryrje të veprës terroriste dhe përgatitje të veprës terroriste. Për shembull, ai sulmi që përmenda i sulmi terrorist në objektin kryesor të KQZ-s në Veri i 2022-s, i kemi dënim me 5 vjet për Milon Milenković Lunen dhe Aleksandar Vlajićin. Pastaj kemi në të kaluarën dënimin e Gramos Shabanit me 7 vjet për përgatitje të sulmit terrorist. E kemi Slobodan Gavrićin që ka hyrë në Kosovë dhe ja ka mësyrë Prishtinës me plot bomba me 11 vjet nga apeli. Mirë po, dallimi kësaj here është që synimi ka qenë edhe shkëputja e territorit në bazë të aktakuzës, dhe unë besoj se kjo është vërtetuar, sepse duke u nisur nga sasia e armëve, duke u nisur nga dëshmit tjera rrethanore që tregojnë edhe për takime në Serbi e kështu me radhë, dhe pra ka qenë edhe qëllimi që të destabilizohen strukturat kryesore, strukturat bazë të shtetit. Policia është shtylla kryesore e shtetit. Mund të ketë pasur mira vjetë më parë shtetet që nuk kanë pasur kuvend, nuk kanë pasur gjykata e kështu me radhë, por e kanë pasur ekuivalentin e policisë. Dhe në këtë kuptim, sigurisht se sulmi ndaj policisë në një Grack, sepse kanë qenë të vendosur, pra kamionët në Banjsk si Grack për policinë, ka qenë i qëllimshëm
sulmi, është vrarë një polic, është plagosur një polic tjetër dhe janë lënduar edhe 3 të tjerë. Andaj, besoj se gjykata do ta ketë parasysh dashjen e të Pra është si ngjarje më e madhe se sa ato që i përmende, por pa Milan Radojqićin si do t'jetë ky, le të themi, si do cilësohet ky akt gjykim, zotri Gashi? Edhe natyrisht nëse ke diçka për ato që Arditin a i solli nga seancat që ka përcjell. Nisë qarim, rastet që i potencoj, dallojmë prej këtij për faktin se ky ka qenë grup i organizuar, i strukturuar dhe i mbështetur drejt për drejt nga institucionet e Republikës Serbisë me përgatitje ushtarake. Qoftë stërvitjet, qoftë mbështetja me armatime dhe në aspektin logjistik. Rastin konkret, nëse i referohemi 3 të akuzuarve dhe seancës sotme, sigurisht do të presim verdiktin dhe vendimin e gjykatës, sa do t'jenë të mjaftueshme provat që i potencoj për faktin se i ka përcjell gjitha seancat, dhe në njëjtën kohë në cilën nivel të hierarkisë kanë qenë 3 të akuzuarët. Kjo ka rëndësi shumë, dhe në bazë të hierarkisë mund të marrin edhe peshën e dënimit drejt për drejt për faktin se nëse referohemi rasteve të ngjashme që kanë ndodhur qoftë në Irlandë dhe në vende të tjera në Spanjë kështu me radhë, realisht drejtësia pozitive ndërkombëtare, të gjithë ata që janë pjesëmarrës në aktivitete në këtë fushë dënohen me dënimet maksimale të shtetit përkatëse edhe në rastin konkret. Prandaj ky vendim do të jetë një test për institucionet e drejtësisë pueri përsëris, edhe një shembull konkret për gjithë ata që involvohen në këto struktura, do të jetë shteti pa kompromis për të parandaluar dhe për të vepruar shpejt dhe për të reaguar shpejt ndaj rasteve të tilla. Tani, derisa nuk arrin shteti i Kosovës që të gjithë që kanë qenë të involvuar, sidomos drejtuesin e saj që e ka pranuar para mediave se ai ka qenë organizatori, skenaristi dhe komanduesi i kësaj strukture, si proces mbetet i mbyllur. Ka qenë kërkesë e prokurisë që ata dhe këto raste të trajtojnë në mungesë, megjithatë nuk jam shumë i sigurt, nduket se ka marrë vendim gjykata që aktualisht mos me marrë një vendim tillë, gjykimin mungesë, për faktin se sigurimi provave dhe dëshmia e involvimit në mënyrë të drejtë për drejtë të Serbisë dhe shtetit serb në këtë akt është tepër e rëndësishme, për faktin se përkundër deklarimeve që ne kemi dhënë politike se Serbia ka qenë është e involvuar, atëherë jo vetëm bashkia ndërkombëtare, po dhe ne bindemi se një gjykim i drejtë dhe mbështetur në fakte e fakton se Serbia mbështet akte terroriste dhe është një nga faktoret e drejt për drejt që mbështet destabilizimin jo vetëm Kosovës, por edhe rajonit në tërësi. A mund të ndikoj diçka akt gjykimi i sotëm në këto përpjekjet e tjera të Serbisë? Në aspektin diplomatik ajo ka bërë përpjekje mirë, po në destabilizim të brendshëm jo, për faktin se ajo politikisht është e pamundën që të reagojë, ajo po bën përpjekje me u arsyetu dhe me mohu se ajo ka qenë e involvuar, kanë bërë disa përpjekje se armatimi është sjell prej Bosnjës edhe disa kanaleve tjera të tregtimit, megjithatë jo në ofru dëshmi siç e potencoj që i ka përcjell edhe seancat, se ky grup është stërvit në poligone ushtarake, përkatësisht me komandim të drejtë për drejtë dhe stërvitje ushtarake. Këtu duhet shtuar se edhe në mënyrë indirekte këto lloj aksionesh dhe këto lloj aktivitetesh Serbia ka marrë edhe mbështetjen e ekspertizës edhe nga ana e Rusisë. Kemi diskutuar edhe në studion e juve se Rusia është e pranishme në Serbi me këshillëdhënie në fushën e sigurisë, pranë
Ministrisë Mbrojtjes e ka një ekip këshilldhënës që mbështet këto struktura në mënyrë të drejtë për drejtë që të destabilizoj, fatkeqësisht ka qenë deri tash e suksesshme, sidomos në Kosovë, Maqedoni dhe Malin e Zi. Në Bosnjë nuk diskutohet, të mos reagojshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht do të kishim zhvillime të cilat do të i kalojnë mundësitë e menaxhimit nga ana e qeverisë të Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa në rastin konkret në Kosovë, involvimi dhe rasti pat efekt domino, për faktin se NATO-ja, përkatësisht misioni saj në mënyrë të drejtë për drejtë, mur masa shtesë, shtoj numrin, shtoj kapacitetet, rriti kontingentin, jo vetëm numër, por edhe në teknologji, për të reagu dhe për të përballë me çdo situatë që mund të krijohet në Kosovë, se destabilizimi i Kosovës krijon një zinxhir i pamundësisë të kontrollit të tensioneve në rajonin e Ballkanit. Të ju referu situatës aktuale, jo vetëm në Evropë, por edhe në lindjen e mesme, NATO-ja ka qenë e kujdesshme dhe vehementshme që mos lejojnë te kalimi i tensioneve të tilla, dhe kjo ndoshta ka qenë edhe një prej arsyes që nuk të mos i bëhet presion i mjaftueshëm Republikës Serbisë që të dorëzoj të akuzuarit pranë institucioneve drejtësisë, për faktin se jo vetëm që ne nuk kemi bashkëpunim me Republikën e Serbisë, në mënyrë të drejtë për drejtë, por kemi në mënyrë indirekte nëpërmes misionit pranishëm në Kosovë të EULEX-it. Kemi një bashkëpunim të tërthërsht përmes misionit të EULEX-it, i cili e ka dhe një bazë në Beograd, dhe informacionet mund t'i sigurojmë informacionet zyrtare nga Republika e Serbisë, për faktin se nga në viti 2018, Republika e Kosovës në rrafshin rajonal, mbështetur nga Britania e Madhe, ka një bashkëpunim të këmbimit të informacioneve që lidhen me terrorizmin dhe aktet terroriste. Po e përmeni 18-shën, kohë kur ju keni qenë ministër, nga atëherë deri tash, nëse mund të na bëni një vlerësim, ju e potencuat çështjen e NATO-s tek Bajnska që nuk e ka vrejtur, arritjen e anëve, pastaj e lavdëruat policin për, le të themi, gatishmërinë që e pati ato dedë dhe mënyrën se si ka reaguar gjatë sulmit në Bajnsk. Kështu që nëse mund të na bëni një vlerësim, sepse vitet po shkojnë, një dallim, a jemi tash më mirë? Sigurisht që jemi më mirë. Nuk e lavdërova, po ka qenë reagim shumë profesional. Me përjashtim të një rasti, rreshterit i cili ka ra në prit, të ura në momentin e ndërhyrjes, momentin e parë të fillimit të operacionit, në fazat e mëparshme, ka qenë jashtëzakonisht shumë profesionale dhe ka arrit që ta lokalizoj dhe të deteroj grupin të rriqet në Kish. Ky operacion ka qenë një nga operacionet më të suksesshme që policia e Kosovës është përballë me një skenar të tillë, dhe është një mundësi e mirë që nga ky reagim dhe kjo përballje ka nxjerrë dhe nxjerr gjitha lëshimet eventuale që mund të ndodhin terren që të reagoj edhe për raste të tjera. Tash, në aspektin profesional kemi ngritje. Ka pas investime në teknologji, në teknologjinë e survijimit ose përcjelljes së terrenit. Mirë, po kemi probleme tjera me të cilat përballen këto institucione që shfrytëzojnë nga rasti që ti them disa nga ato kanë probleme për mbështetje financiare për funksionimin e institucioneve, qoftë policisë, qoftë të ushtrisë, edhe aktualisht policia ka probleme financiare, qoftë në rrafshin e mbështetjes logjistike, si dhe në mbështetje me torna personale, dhe gjitha këto probleme ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në demotivim individual dhe kolektiv kësaj strukture. Dhe përpasoj, një pjesë e madhe e pjesëtarëve të kësaj strukture brenda vitit tërhiqen dhe kërkojnë zgjidhje
për vetën dhe familjen e tyre në profine dhe profesione tjera. Përkundër asaj që është investu dhe investohet shumë për të pas të përkatitur një polic ose zyrtar policor për të përmbush misionin që ai ka. Tani jemi në një fazë kur realisht situata atje është nën kontroll, me mundësi tensioni, për faktin se situata dhe integrimi nuk mund të zhvillohet ose mundësohet vetëm përmes institucioneve të sigurisë, duhet të krijohen mundësi të tjera, të krijohet një klimë bashkëpunimi edhe të popullatës pakis në ato komuna, për faktin se derisa nuk krijohet ajo klimë dhe ne si shtet, vetëm përmes policisë, arrijmë që të ruajmë sigurim dhe ushtrimin e sovranitetit në tërë territorin e vendet problematike, për faktin se kërkohet angazhim kompleks, kërkohet që gjithë pa përjashtim të rreshtohen dhe të mbajnë përgjegjësi për pozitat që kanë. Andaj, në fazat në vijim, jemi në situatën kur realisht pritet që minoriteti pakis atje të integrohet, megjithatë ka disa sfida me cilat ata përballen në momentin aktual, presionin nga ana e Serbisë dhe presioni i partisë e cila ka marrë shumicën e elektoratit pakisë serbe në Kosovë, që i bën presion drejt për drejt popullatës atje që të mos integrohet në strukturat sidomos ato të sigurisë, për arsye se integrimi i minoritetit serb në policinë mirë të drejtë për drejt, jo vetëm që lehtëson punën dhe aktivitetin e policimit në ato komuna, por krijon edhe një imazh më të favorshëm dhe mundësi bashkëpunimi me popullatën, e cila reflekton mirë të drejtë për drejt që të parandalohen fenomenet e krimit, të cilat sipas informacioneve që unë kam fatkesisht janë të pranishme në ato komuna, për faktin se policia përkundër specializimeve që ajo ka, nuk mund të krijon sigurit plot pa pas një pranueshmëri nga ana e popullatës e cila e ndihmon që të parandalon fenomenet dhe problemet me cilat përballen qytetarët. Ndërkohë, ka pasur edhe një të arrestuar për Bajnskën në javën e kaluar, nëse mund të na japësh më shumë detaje? Po Raimonda, i arrestuari më i fundit, tash për tash nuk më kujtohet emri, por ka gjetur në bazë të kërkesës për paraburgim, prokuroria speciale ka gjetur dëshmi nga një nga telefonat që është konfiskuar në vendin e ngjarjes, se ky person ka pasur komunikime me pjesëtar të grupit të armatosur dhe se ka qenë pjesëtar i grupit të armatosur që e ka kryer sulmin në Bajnskë. Rasti i Bajnskës do të vazhdoj të na përcjell edhe pas këtij aktgjykimi, jo vetëm sepse i kemi shumicën e të akuzuarve në arati, por kemi indikacione edhe në bazë të dokumenteve tjera që janë për shembull të rasti i sulmit në kanalin e Ibërlepencit, se ka pasur edhe persona të tjerë të përfshirë apo që kanë qenë të gatshëm për të përfshirë në rast se do të eskalonte edhe më shumë dhe në rast se do të kishte sukses ky lloj sulmi. Ajo çka doja të shtoja, po ashtu edhe të pajtohesha me zotrin Gashi, është se rreziku ishte jashtëzakonisht i madh dhe lufta e policisë në atë moment ishte shumë e pabarabartë dhe kjo është diçka, një element që e ka përmendur polici Avnishala për shembull, i cili ka thënë se ata kanë pasur pajisje shumë të sofistikuara dhe kanë qenë të trajnuar për përdorimin e zollave, për shembull, granata hedhësve, apo jo, raketa hedhësve, dhe që janë pajisje që nuk i ka
në përdorim policia me të drejtë, sepse janë pajisje ushtarake. Unë besoj se në këtë rast, gjykata do t'i marrë parasysh të gjitha rrethanat dhe shpresoj se do të dalë me një aktgjykim të drejtë që çon po besoj drejt dënimit maksimal, minimal në këtë rast, se nuk e përfundova më herët kur i përmenda këto dënimet me 5, 7 dhe 11 vjet. Minimumi për këtë rast duhet të jetë 15 vjet me që pasoj ka qenë vrasja dhe rrezikimi i personave të tjerë, rreziku ka qenë shumë i madh dhe kjo është dëshmuar edhe nga deklaratat e dëshmitarëve se nuk janë rrezikuar vetëm policët, është rrezikuar edhe popullata e fshatit Banjsk. Pra, në policët e kanë përmendur se... Pra nga 15 deri në burg të përjetshëm. Po, 15 deri në burg të përjetshëm është për këtë vepër penale, kur pasoj është vrasja dhe rrezikimi i personave të tjerë. Dhe për fund, Ardit, a do t'jenë të akuzuarit në soall, apo jo sot? Vetëm njëri nga të akuzuarit e ka shprehur vullnetin, dhe vetëm me lejo për fund që ta përmend edhe një element, besoj se gjykata do ta ketë parasysh se pra pasoj ka qenë vdekja, se të gjithë janë të moshës madhore dhe nuk ka amnistim për ka zhvillimi neurologjik që i përjashton prej përgjegjësisë penale, po ashtu se është dashur të jenë në dieni se ku ishin nisur aq më shumë, për shembull në rastin e Dušan Maksimovićit, i cili ka qenë edhe banor i Banjskës para sulmit në Banjsk. Dhe është me rëndësi që të nxjerret një aktgjykim, besojon, që jep shembull edhe për sigurinë publike, edhe politikisht, por dhe të nxjerret aktgjykim i mirë që do të shërbej si shembull për rastet e tjera të terrorizmit. Faleminderit. Me që është sulmi më i madh terrorist që e kemi përjetuar mbi të gjitha. Për fund, zotëri Gashi? Tani po e ripërsëris presin vendimin e gjykatës që ky vendim ka impakt drejt për drejt edhe në aspektin juridik për një gjykim të drejt, mbështetur në fakte, në të njëjtën kohë edhe vlerësim ose një test, jo vetëm i brendshëm, por edhe ai ndërkombëtar, Republika e Kosovës monitorohet nga mekanizmat ndërkombëtare, andaj është tepër e rëndësishme që ky vendim të mbështetet në fakte, të cilat fakte pastaj do të mundësojnë dhe do të sinjalizojnë gjithë ata që merren me aktivitete dhe këto strukturat të cilat fatkeqësisht ende janë aktive, do të pësojnë njëjtin fat të cilin e pësojnë këta që janë aktualisht para organeve drejtësisë. Dhe politikisht për gjithë qytetarët pa përjashtim se Republika e Kosovës garanton siguri, garanton një sistem gjyqësor të drejtë, mbështetur në norma me standarde ndërkombëtare, dhe ky gjykim do të jetë publik, i cili në mënyrë të drejtë do të reflekton edhe në vendimet e minoritetit pa përjashtim për funksionimin e një shteti ligjor ndaj të cilit kemi nevojë të gjithë pa përjashtim. Për faktin se në shtetet në formim, si që është Republika e Kosovës, ka një përvojë të re të shtet funksionimit saj, është tepër e rëndësishme që të fitohet besimit e institucionet e drejtësisë, për faktin se të ky sistem fatkeqësisht në disa fusha kemi edhe një perceptim
jo të mirë të funksionimit të sistemit drejtësisë për kat të ngarkesës dhe volumit të ngarkesës që ky sistem ka, andaj është një rast i mirë që përkundër efikasitetit shpejt që prokuroria e ka përmbyll të rast, jashtëzakonisht ka qenë rast shumë i rënd, ka qenë i numër i kufizuar i prokurorëve të kyçën e rastin dhe përkundër gjitha këtyre sfidave me të cilat është përballë, ka arritur që të siguroj një akt akuzë, e cila akt akuzë mbështetet në fakte dhe i mundson gjyqësorit që të nxjerrë në vendim të drejtë mbështetur në ato fakte. Faleminderit shumë. Në ndërkohë, nga Veriu e deri në pjesë të tjera të Kosovës, e shohim se çfarë është raportuar në polici sa i përket aspektit të sigurisë. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar dhe dërguar në mbajtje një të dyshuar për rastin e humbjes së jetës së një punëtori që ndodhi të enjtë në Gjakov. Sipas policisë, punëtori ka vdekur pasi ka rënë nga lartësia e një ndërtese ku ka qenë duke punuar. Ky është rasti i nëntë i vdekjes së punëtorëve, si pasojë e lëndimeve në vendin e punës që është regjistruar brenda këtij viti. Rasti është cilësuar si asgjësim, dëmtim ose heqje i pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës. Në Ferizaj është raportuar se 4 ditë më parë një person ka dalë nga shtëpia dhe ende nuk është kthyer. Një siti policor është duke hetuar rastin. Në Prizren është raportuar se një person ka ndruar jetë lidhur me rastin, njësitet relevante policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar vdekja e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Rasti është nën hetime. Mëngjesin e djeshëm në pikën e kalimit kufitar Hani Elizët, gjatë realizimit të kontrollit të selektuar ndaj një autobusi, janë evidentuar mallra të padeklaruara. Lidhur me rastin, njësitet përkatëse policore në bashkëpunim edhe me ato të doganës kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme procedurale në përputhje me legjislacionin në fuqi. Sot në Kosovë është ditë zie, derisa në Kuvendin e Kosovës është vendosur libri i zisë për akademikun Recep Qosja dhe kjo është bërë në patronatin e ushtrusës së detyrës së presidentës zonjës Albulena Haxhiu dhe Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës ka mbajtur mbledhje komemorative për rastin e ndarjes nga jeta të akademik Qosjes. Në këtë mbledhje është vlerësuar lart jeta dhe vepra e akademik Qosjes. Justina Shiroka Pula, kryetare e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, e ka cilësuar të ndjerin Qosja si zë i fuqishëm i arsyes kritike dhe mbrojtjes të së vërtetës. Po ashtu për të janë shënuar në librin e zi përveç zonjës Haxhiu edhe përfaqësues të tjerë politik e po ashtu këtë mund ta bëjnë edhe qytetarë të ndryshëm. Ndërkohë në akademinë që është mbajtur, kryeministri Albin Kurti për Qosjen tha se nuk i druhej polemikës dhe se ishte luftëtar i pendës i cili u bë zëdhënës i popullit të ndaluar. Pra, po e shihni edhe në pamje se sot është kujtuar jeta dhe vepra e akademik Recep Qosjes. Në ndërkohë, ne dje kemi raportuar për këtë zënkën që është duke u raportuar nga gjitha mediat sa i përket kryetarit të Prishtinës Përparim Rama dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku, kur ndër të tjera kemi përmendur edhe çështjen e kryeshefit në Termokos si një prej problemeve, por Arton Redkoceri, emër të cilin ne e kemi sjellur këtu, thotë se nuk ka pasur asnjëherë pretendime dhe nuk ka as tani dhe nuk do të pretendojë as në të ardhmen, jo vetëm në Termokos, për në asnjë ndërmarrje komunale apo pozitë tjetër ekzekutive në komunë të Prishtinës. Me shumë përgjegjësi e them këtë. Pra, emri i është përmendur si kandidat i mundshëm për kryeshef në Termokos, por ai thotë që nuk ka pasur pretendimet e tilla dhe natyrisht as që nuk e ka. Ne nuk kemi thënë që zotri Redkoceri vetë e ka propozuar vetën natyrisht, por që emri i tij është përmendur nga zotri Abdigjiku në mënyrë që mos të jetë zotri Fisnik Osmani, për të cilin preferenca ka kryetari Rama. Megjithatë, për zhvillimet në Prishtinë do të flasim edhe javën që vjen, sepse kemi